punëtor të Radio-Televizionit të Kosovës ende nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Emjetet në llogari bankare nuk pritet u dalin nëse kuvendi nuk bën një zgjidhje. Ministri në detyri i financave, Hekuran Morati, ka thënë se kjo çështje tani është në duart e dy partive politike, PDK dhe LDK. Krejt çfarë do të për ekzekutim të buxhetit për RTK është vendimi i Komisionit Parlamentar për Buxhet. Me atë vendim thesari i shtetit brenda ditës se ekzekuton transferin e mjeteve siç edhe e bën çdo herë. Mirë po PDK dhe RDK po refuzojnë të krijojnë komisionet parlamentare, rrjedhimisht po i lënë pa buxhet RTK-n komunat e Prishtinës, Xhilanit dhe Zubin Potokut, siç ato po rrezikojnë miratimin e buxhetit për vitin 2026. Sipas tij, kuvendi mund të formojë fillimisht vetëm komisionet e përhershme për buxhet, për legjislacion, për integrim evropian dhe për të drejtat e komuniteteve, të cilat, siç ka shkruar ai, do të mjaftonin që të shqyrtoheshin të gjitha çështjet emergjente, si buxheti dhe plani i rritjes së BE-s. Për akuzat e Moratit, RTK ka provuar të marrë qëndrime nga zyrtarët e PDK-s dhe LDK-s, por që asnjëra nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, në vitin 2021, në mungesë të komisioneve, kryeministri i atëhershëm Abdullah Hoti, me një vendim të posaçëm, kishte bërë të mundur që mediumit publik të realizohen hyrat e 3 mujorit të parë. Ndarjen e mjeteve buxhetore Hoti e kishte arsyetuar me shuarjen e komisionit, duke urdhëruar që të aprovohet vendimi i tij, në cilin thuaj se me që pas shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës, Komisioni për Buxhet dhe Transfer është shuar sipas kërkesës së RTK-s dhe me qëllim që të mundësohet funksionimi i transmetuesit publik. Përmes këtij vendimi aprovohet dhe autorizohet alokimi i mjeteve buxhetore dhe transferimit të RTK për 3 mujorin e parë të vitit 2021. Ndërkohë, sindikata e pavarur e Radio-Televizionit të Kosovës dhe shoqata sindikale Radio Kosovës, duke shprehur shqetësim për mos transferimin e buxhetit të RTK-s nga ana institucioneve përkatëse, vlerësojnë se këto vonesa po e vënë në rrezik serioz funksionimin e transmetuesit publik dhe po ndikojnë drejt për drejt në sigurinë ekonomike e sociale të punëtorëve të mediumit publik, të cilët edhe sot me datë 3 nëntor janë pa paga dhe rrjedhimisht pa mundësi për të kryer obligime ndaj bankave dhe ato ditore familjare. Sipas sindikatës, RTK nuk duhet të shndrohet në instrument të pazareve politike dhe financimi i RTK-s nuk mund të mbetet peng i mosmarrëveshjeve mes partive politike apo të përdoret për kalkulime politike. Sindikatat i kanë bërë thirrjen e fundit të institucioneve për ekzekutim të buxhetit në mënyrë që të shmangën protestat dhe grevat e punëtorëve.